që çështja e interpelancave nuk është çështje qefi, po ai ka detyrimin të paraqitet këtu. Gjithsesi, të nderuar kolegë deputet, po patët mundësit na dëgjoni mos bëni zhurmë. Sot nuk kemi përpara të dëgjojmë kolegun, ju lutem. Çështja për cilën e kemi thirrur kryeministrin bëhet fjalë për Smart City-n, i cili nuk është një projekt i zakonshëm infrastrukture teknologjike, nuk po diskutojmë thjesht instalimin e disa kamerave apo modernizimin e instrumentave të sigurisë publike. Sot po trajtojmë një projekt që prek në mënyrë të drejtë për drejtë arkitekturën e lirive civile, sigurinë kombëtare, sovranitetin digjital të Republikës së Shqipërisë dhe integritetin e përdorimit të financave publike. Pikërisht për këtë arsye, mungesa e kryeministrit në këtë sallë është politikisht e pajustifikueshme dhe institucionalisht alarmante. Sepse kur një qeveri ndërmerr ndërtimin e sistemit më të madh të mbikëqyrjes teknologjike në historinë e vendit, kur ky projekt financohet me $118.5 milion borxh publik, kur kontrata lidhet pa garë dhe pa tender ndërkombëtar, kur kostoja dyfishohet brenda pak muajsh pa asnjë argument teknik bindës dhe kur mbi ta rendojnë dyshime serioze për ndjekim të personave nën hetim penal, atëherë kryeministri ka detyrimin kushtetues, moral dhe politik të vi përpara kuvendit dhe të japi llogari. Të nderuar kolegë, është e rëndësishme që qytetarët shqiptarë ta kuptojnë natyrën reale të këtij projekti. Sipas dokumentacionit zyrtar të paraqitur nga qeveria, projekti Smart City parashikon instalimin e mbi 2200 kamerave ANPR për identifikimin automatik të targave, mbi 2600 kamerave PTZ me kapacitete të avancuara inteligjencë artificiale dhe ndjekje dinamike, rreth 3800 kamerave trupore për policinë e shtetit, radarve inteligjent, sensorve akustik dhe krijimin e një infrastrukture të centralizuar monitorimi në 20 qytetet kryesore të Republikës. Pra kemi të bëjmë me krijimin e një ekosistemi të integruar survejimi i cili mbledh, përpunon dhe analizon në kohën reale të dhëna mbi lëvizjet, sjelljen dhe aktivitetin e qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është thjesht teknologji sigurie, kjo është arkitekturë mbikëqyrjes